Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Sot në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, përveç miratimit të pikave të rendit të ditës, u vendos edhe administratori i ri i Klub Futboll Lushnja, Marius Sula. Pati diskutime për cilësinë e dobët të punimeve në lagjen Xhevdet në Pravishta. Mbledhja e Këshillit Bashkiak nisi sot me mbledhjen e 2 asambleve për tregun e shumicës së frutaperimeve dhe klubin e futbollit ku vendos administratori i ri i Klub Futboll Lushnja, Marius Sula. Më pas u vijua me diskutimin dhe miratimin e rendit të ditës sipas pikave të tij. U miratua fondi për familjet në nevojë që do të trajtohen me ndihmë ekonomike deri në 6%, si dhe ato që do të trajtohen me fondet e buxhetit vendor për muajt dhjetor 2025 dhe janar 2026. U miratua subvencioni i qeras për familjet e pastreha. U miratua investimi për sistemimin e dyshesheve të pallateve për gjatë rrugës Besim Nuri në lagjen Kongresi i Lushnjës. Disa plane si plani për barazinë gjinore, plani social, mbashtrimi i pyjeve, me cilët ne aplikuam në muajin gusht deri në mes të shtatorit, pranë Ministrisë Pushtetit Vendor për të përfshirë në grantin e performancës. Bashkia Lushnja është pallur fituese për këtë grant, ne nuk kemi kualifikuar, nuk kemi marrë pikët vetëm për mbashtrimin e pyjeve, duke qenë se nuk arritëm dot merrem konfirmimin e Ministrisë së Mjedisit brenda afatit, kështu që duke qenë se jemi përfitues të një vlere për 7 milion lek, kemi propozuar që këtë grant ne ta investojmë në shërbim të qytetarëve dhe ju kemi propozuar rehabilitimin e këtyre dyshesheve që ju janë prezantuar në relacionin përkatës. U vazhdua me miratimin e prishjes së objekt garazht tek ish-gjendja civile në lagjen Xhevdet në Pravishta. U miratuan gjithashtu shpërblimet për ekipin e Lushnjës për femra me trajneren Erilda Alkanjari dhe për sportistët Lorenz Hasko dhe Gea Dakollari bashkë me trajnerin e tyre Amarildo Gjyla. U miratuan edhe niveli pagave të punojësve të bashkisë dhe regjistrimi i trojeve të dhëna për ndërtim nga njësia vendore. Jashtë rendit të ditës u diskutua për cilësinë e dobët të punimeve për rehabilitimin e një grup pallatesh në lagjen Xhevdet në Pravishta në rrugën Ahmet Shabani. Kam vajtur të kam parë nga afër investimin që po bëhen në lagjen Xhevdet në Pravishta dhe konkretisht rruga Ahmet Shabani. Dhe nga banorët me të cilët kam kontaktuar aty, problemi parë njërë është afati, sepse me që pash atje ishte data të tabela e vendosë 28/8/2025 dhe afati i punime 4 muaj, që me afatin i bie është shumë largë. Dhe dyta, pash në vend shumë problematika të tipit trotuare që mungojnë në një vend 1 metër, në një vend 0 këndi. Gjykoj dhe besoj që duhet ndërhyrë edhe më shumë për të zgjeruar trotuaret. Por ama nga krau tjetër, atje ku mas edhe s'duheshin trotuare, ku banorët edhe kanë kërkuar për ta shfrytzuar për parkim në sheshe pallatesh, duhet zbatuar projektin për pikëmëri. Rruga që po bëhet atje janë rrugë që shërben vetëm atyre pak banesave që janë. Gjithsesi bashkë me stafin do të shkojmë ta verifikojmë në vend sepse unë nuk e vë në dyshim, sepse unë kam qenë para 2 muajve kur ka filluar investimi dhe nuk kam shkuar në këto momente, kurse për sa i përket afateve, në momentet që dalin punime të paparashikuara, dalin probleme me afatet e prishjeve apo probleme të ndryshme klimaterike, institucioni bashkisë ka të drejtë të bëjë edhe shtim të afateve të kontratave për zbatimin e punimeve. Kështu që është brenda kufive ligjor dhe kontratave me afatet përkatëse që i ka dhënë bashkia. Përsa i përket elementeve teknik, do të shkoj vetë me stafin edhe të pyesim dhe qytetarët ku e kanë problemin për ta sistemuar, se duam që t'i shërbej atyre më shumë. Shqipëria, pjesë e bordit të paqes, me kërkesën e presidentit amerikan Trump, u miratua sot në kuvent me 80 vota pro dhe 22 vota kundër. Kuventi miratoi sot me 80 vota pro dhe 22 kundër kërkesën për shqyrtimin me procedurë të përshpejtuar të projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes së pranimit të Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga kryeministri Edi Rama në kartën e bordit të paqes. Majoranca dhe opozita ishin dakord në kuvent për të ratifikuar këtë marrëveshje, por jo për rrugën procedurale që duhej ndjekur për miratimin e projektligjit të propozuar nga qeveria.
Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla e ka quajtur këtë një moment historik që vlerëson rolin e Shqipërisë në vendosjen e paqes kudo ku ka konflikte. Sot, Kuvendi i Shqipërisë thirret për të marrë një vendim me një peshë tepër të veçantë politike dhe historike, që shkon përtej rendit të zakonshëm të ditës ku Republika e Shqipërisë dhe kryeministri i saj, Edi Rama, janë ftuar të jenë vend antar themelues dhe antar i bordit. Kjo ftesë përbën një vlerësim të drejt për drejt, ndërkombëtar për rolin konstruktiv dhe shumë të besueshëm të Shqipërisë sonë të përbashkët dhe shënon një moment të paprecedent pozitiv ku vendi ynë shihet si një aktor që kontribon në zgjidhje të rëndësishme globale për paqen e jo thjesht si dikur një pjesë periferike e tyre. Më pas, kryetari i grupit të opozitës, Gazmend Bardhi, replikoi me Ballën duke i thënë se ne jemi pro antarësimit të Shqipërisë në bordin e paqes, por nuk e kuptoi pse ky nxitim për ta mbyllur këtë procedim sot. Pra doni të zhurmoni intimidimin që i keni bërë gjykatës kushtetuese për rastin dhe aferat korruptive të Belinda Ballukut dhe o burrat shkelim çdo ligj, çdo rregull, çdo procedurë të këtij parlamenti. Prandaj dhe ne jemi kundër kërkesës tuaj për shqyrtim me procedurë të përshpejtuar të këtij projekt ligji, pa respektuar asnjë rregull minimal të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe të rregullores së Kuvendit. Kam përpara një kërkesë të firmosur nga deputeti që sapo foli, i cili për këtë shkeljen që pas kemi sjell ne ka propozuar amendamente. Në komision, sapo propozuar ndryshe themi, ndryshe bëjmë, ç'të bëjmë ne të shkretët, ç'na ka gjetur me ju. Gjithashtu u miratua me 13 vota pro të pozitës dhe opozitës projekt ligji për bordin e paqes në Komisionin e Jashtëm të Kuvendit. U rrëzuan edhe 3 amendimet e propozuara nga Partia Demokratike, të cilat kërkuan që të hiqej emri Edi Ramës dhe të zëvendësohej nga presidenti Bajram Begaj. Mungoj në Davos për të nënshkruar antarësimin në bordin e paqes, kryeministri Edi Rama i përgjigjet deputetëve të opozitës. Midis babait dhe vajzës zgjodha vajzën me lejen e babait. Gjatë seancës plenare për votimin e pjesëmarrjes së Shqipërisë në bordin e paqes, me ftesë të presidentit të Amerikës Donald Trump, kryeministri Edi Rama, që mori pjesë në seancë, ju përgjigj deputetëve të opozitës se pse nuk mori pjesë në forumin e ekonomisë në Davos. Mes ftesës së babait dhe vajzës zgjodha vajzën dhe natyrisht vajzën e zgjodha me lejen e babait, tha ai. Në fakt, unë duhet bëja një zgjedhje midis t'i përgjigjesha ftesës së babait apo të mikprisja vajzën këtu në Shqipëri. Edhe zgjodha vajzën. Dhe natyrisht që vajzën e zgjodha me lejen e babait. Kryeministri Rama vazhdoi me fjalën e tij në foltoren e Kuvendit për ratifikimin e ftesës së Shqipërisë për të bërë pjesë e bordit të paqes, një nismë e ideuar nga presidenti i Amerikës, Trump. Ai thot opozitës se sot në Kuvend ajo do të votonte pro ngritjes së kësaj marrëveshje. Dhe pikërisht sot, kur bota është trazuar keq dhe paqja është vënë në një presion të paparë nga të katër anët, Shqipëria e çmuar ndërkombëtarisht prej disa vitesh ftohet nga personalisht presidenti i Shtetit Bashkuara për të bërë antar themelues i një organizmi të ri ndërkombëtar të krijuar prej tij me emrin Kuptim Plot Bordi i Paqes. Ky është një nder i veçantë dhe kjo është një tjetër mundësi për të dhënë kontribut për paqen. Jo se ne jemi të mëdhenj apo se pa ne nuk zgjidhen dot konfliktet në zonat tjera të botës. Po sepse na jepet mundësia të vazhdojmë të rritemi si shtet, duke zgjeruar dijen dhe forcuar vetdijen tonë si zëdhënës dhe si punëtor të paqes, si edhe ndihemi botërisht si vend dhe si popull.
për atë që duam të jemi në këtë botë, ku kur nuk je në tryez, je në menu. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha komentoi investimet amerikane në Sazan të kompanisë së dhëndrit të Donald Trump. Sazanin e kam ofruar dhe unë te Berlusconi, por Rama bëri influencë politike, tha Berisha. Që prej ditës së djeshme, Ivanka Trump, vajza e presidentit të Amerikës, Donald Trump, ndodhet në Shqipëri. Ajo dhe kryeministri Edi Rama kanë ndarkuar së bashku me një grup arkitektësh në Vlorë, ku në fokus të bisedimeve besohet se ishin projekte dhe ide të reja zhvillimi të lidhura me investime strategjike dhe vizionin urbanistik në zonën e Vlorës. Investimet amerikane në jug të vendit nga kompania e dhëndrit të Donald Trump, Jared Kushner, i ka komentuar sot edhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha jashtë ambienteve të kuvendit. Ish kryeministri pranoi se dhe ai e ka ofruar ishullin e Sazanit tek Berlusconi, i cili e pranoi, por filloi kriza dhe nuk u realizua. Sipas Berishës, Rama nuk e firmosi marrëveshjen para se Donald Trump të zgjidhej presidenti i Amerikës. Për sa i përket Sazanit, e kam deklaruar, deklarata ime është ky: ne mbështesim investimet amerikane, por natyrisht ky e bëri atë për influencë politike. Çfarë bëri ky? Nëse se marrëveshja ishte që ta firmoste pas zgjedhjes së presidentit Trump, ky mashtroi. Ky nuk e firmosi para zgjedhjes presidentit. Dhe ky u përpoq gjerë në fund ta përdor atë të paktën një fotografi edhe me lindërin. E ofroi Fatosnano para meje, e ofrova unë ra kriza. Miku të shquar të kombit shqiptar, Silvio Berlusconi. Se pranoi Berlusconi? Jo, e pranoi. E pranoi dhe bëri projektin. Bëri projekt shumë të mirë. Shumë të mirë, por erdhi kriza financiare. Tani aty janë dokumentat. Pse nuk është i lehtë për të zhvilluar? Emocione të mëdha transmeton foto ekspozita me sportistët që nga viti 1930 deri 2000 e hapur nga Virgjil Gjafa, ish sportisti dhe ish drejtues i klub shumë sportesh të Lushnjës, me rastin e Kongresit të Lushnjës në ambientet e Muzeut Historik. U hap sot foto ekspozita me fotografi që pasqyrojnë aktivitetet sportive që nga viti 1930, vit në të cilin u hap shoqëria e parë artistike letrare sportive e quajtur Kongresi i Lushnjës deri në vitin 2000. Kjo foto ekspozit u hap në kuadër të aktiviteteve të organizuara nga Bashkia e Lushnjës me rastin e Kongresit të Lushnjës. Edhe emri i parë i skuadrës së futbollit lushnjar ka qenë skuadra e Kongresit, tha Virgjil Gjafa, ish sportisti dhe ish drejtuesi i klubit shumë sportesh të Lushnjës. Në këtë fotoekspozit janë përzgjedhur fotografitë më tipike të brezave nga 1930, dita themelimit, deri në vitin 2000. Pra është më shumë një shprehje, kam dashur të shpreh respekti për gjithë ato gjenerata sportive, për gjithë aktorët e fushës sportive, për rezatimin e vlerave të jashtëzakonshme që kanë bërë ato ndër dekada, sidomos për brezët e rinj. Unë nis këtë fotoekspozit me një shprehje që kam përzgjedhur vetë, që brezat e hershëm sportiv ka qenë si lundërtarët e zbulimeve të mëdha gjeografike. Ato çandallëket e kampionate me anije dhe rase, ndërsa vetë ishin ekuipazhe të fuqishme sportive. Jo pa qëllim. Po të mendosh për kushtet e vështira në të cilën është luajtur futboll në të kaluar, e kupton shumë mirë, sepse megjithënë ka qenë njerëz të përkushtuar që ka luajtur me zemër, me shpirt, dhe që ka qenë si i vetmi argëtim kryesor për popullin. Këtë punë kam nis 50 vjet shkuar duke e marrë, duke ditur mirë se që janë vlera çfarë lerash kanë fotografisë. Edhe kështu që duke bërë 4 botime sportive, duke realizuar një muze në ambientet e stadiumit, një muze futbolli të rrallë, me shkrime shqip-anglisht, po sidomos me botimin e fundit të futboll Lushnja 1930-2026, është një album me shumë vlera, jo vetëm sportive, të gjithë këto kanë bërë që në momentin që njoftova për hapjen e kësaj ekspozite të kishe pas mjaft vizitor, të cilët dhe unë nuk e
parashikoja. Ekspozita, e cila do qëndroje hapur deri më datën 31 janar, ka tërhequr interesin e qytetarëve të shumt, të cilët me anë të fotove kujtojnë sportistët dhe emocionet e shumt që u kanë dhuruar. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, firmosi sot në Davos të Zvicrës krah Trump pjesëmarrjen e Kosovës në Bordin e Paqes. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump mbajti një ceremoni për prezantimin e Bordit të Paqes, i cili është themeluar fillimisht për të mbikëqyrur administrimin e rripit të Gazës. Në këtë bord është pjesë edhe Kosova, ku nënshkrimi i anëtarësimit është bërë sot nga presidentja e vendit Vjosa Osmani, e cila në ceremoni shihet se gjatë nënshkrimit përshëndetet ngrohtë me presidentin Trump, me të cilin zhvillon edhe një bisedë të shkurtër. Në takimin e liderëve për formimin e Bordit të Paqes, presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, është e vetmja grua mes udhëheqësve botëror të mbledhur për nënshkrimin e Bordit të Paqes. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.